يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، تجد فالرحمة أنا وتنفر الله سبحانه وتعالى، تجد الصلوات والسلام طولا تشوفش بإقامير طول محمد عليه الصلاة والسلام، بتجد فميل نتي تجد شوكتتي لا تجد بس انفعلت مسلمان تسلت شكوين بتم سباس الأوغستي تندش بعضن الله فش بلاد هيك بشوار بس انتقاري من بسوري تشمتا الله ما غريش هيك عدالوار بس انتقاري تجدني أرزت ذا بسوريا كره صورة ما تسألنا الله وكعدالو بس انتقاري واشتو تزيمي بسيمة نوروين تريد. Për këtë arsye, ne shohim shumë ajete në Kur'an dhe shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i përmendin mirësitë e besimtarit, të cilat i përmendin cilësitë e besimtarit dhe të cilat i përmendin virtytet e besimtarit. Dhe kjo këtë për arsye që besimtari të falënderojë Allahun që e ka veçuar, që besimtari vazhdimisht të jetë falëndërues ndaj Allahut, të cilin Allahu e ka dalluar nga të tjerët me besimin në rrugën e tij të drejtë. Dhe në mesin e shumë ajeteve, në mesin e shumë fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një hadith madhështor në të cilin pejgamberi alaihi salatu wasalam e krahason besimtarin me një pemë shumë të bukur. Dhe duke qenë pejgamberi alaihi salatu wasalam në një tubim me disa shokë të tij, ai i pyet ata dhe thotë: "Më tregoni se cila është një pemë e cila përgjason me besimtarin." Dhe thot ajo pemë është e cila vazhdimisht qëndron e gjelbërt dhe asnjëherë nuk i bien fletët e saj. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam filluan të mendojnë për pemë të ndryshme të fushave, ndërsa Ibn Omeri, djali i Omerit radhiyallahu anhu, ka qenë më i riu në mesin e tyre. Dhe ai thotë: "Më ka shkuar në mendje se kjo është pemë e hurmës." Mirë, po për arsye se në mesin ton ka pas sahabë tjerë të cilët kanë qenë më të moshuar te unë, atëherë thotë unë kam pas turp që të flas në prezencën e tyre. Atëherë kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, na trego se cila është ajo pemë e cila përgjason me besimtarin." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ajo është pema e hurmës." Të nderuar vëllezër, duhet ta shikojmë me përpikmëri këtë krahasim që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk e ka bërë rastësisht, sepse me të vërtetë në këtë krahasim ka mësime të mëdha. Dhe prej mësimeve kryesore që e shohim se si pejgamberi e ka krahasuar besimtarin dhe muslimanin me pemën e hurmës, me pemën më të bukur, e cila ka frytet më të bukura dhe më të çmuara. Pikë së pari, hurma, trupin e saj e ka të drejtë dhe të qëndrueshëm, dhe atë nuk e luhat asnjë erë sado që e fuqishme të jetë. Dhe kjo tregon se hurma dhe krahasimi i hurmës me besimtarin e paraqet qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e besimtarit. Sepse besimtarin nuk e luhatin erat e sprovave, sepse besimtarin nuk e luhatin sprovat asnjëherë sado që të jenë të fuqishme ato. Sikurse nuk mund ta luhatin erat trupin e hurmës, i cili trup pa është shumë i fuqishëm dhe është i drejtë sikurse qiri. Dhe fakti që trupi i hurmës nuk mund të jetë ndryshe, vetëm se i drejtë,
tregon se edhe besimtari në esencën e tij, në veprat e tij, në karakterin e tij është vetëm i drejtë dhe ai nuk lakohet asnjëherë. Aspekti tjetër i krahasimit është sepse kësaj pemë asnjëherë nuk i bien fletat, as dimrit as verës. Në të gjitha stinet qëndron e bukur ashtu siç është. Dhe kjo tregon se besimtari me devotshmërinë e tij, ai qëndron i njëjtë, i tillë. Nuk e ndryshojnë situatat. Nëse është situata mirëqenie, ai qëndron falendërues. Qëndron me veprat e tij të bukura dhe të mira. Nëse është në situata të vështira, ai tregohet i durueshëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe besimtari nuk i ka dy fytyra në situata të ndryshme. Që në mirëqenie, në situata të mira të paraqitet muslimani i mirë, herë nëse vjen situata e keqe që nuk është në favor të tij, atëherë ndryshon qëndrimin e tij. Sikurse pemët e tjera, të cilët gjatë situatave të vështira, gjatë situatave të dimrit, ju bien fletët, edhe nuk e kanë atë formën e bukur që e kanë pas. Kurse besimtari është sikurse hurma, gjatë gjithë vitit qëndron i gjelbërt, gjatë gjithë vitit qëndron me veprat e tij të mira, gjatë gjithë vitit tregohet stabil dhe qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe në udhëzimin e Allahut. Po pastaj për krahasimeve tjera, nëse shohim se si besimtari krahasohet me pemën e hurmës, është fakti se hurma, përveç që është e qëndrueshme, përveç që ka stabilitet, përveç që gjatë vitit qëndron me fletët e saj, ajo ka frutat më të bukura dhe më të çmuara. A ka frut më i çmuar se sa hurmëja. Dhe kjo paraqet domethënë veprat e besimtarit. Veprat e besimtarit dhe fjalët e tij duhet të jenë sikurse frutat e hurmës, të cilët domethënë janë vazhdimisht dobipruese në çdo aspekt. Po pastaj cilësia e frutave të hurmës është se ky frut gjatë tërë vitit qëndron. Dhe nuk e ka vetëm një sezon. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an tu'ti ukulaha kullu hin bi idhni rabbiha. Kjo pemë jep frutat e saj gjatë tërë vitit. Domethënë frutat e hurmës janë në faza të ndryshme, mirë po asnjë pjesë e vitit nuk mbetet pa to. Dhe kjo tregon se besimtari vazhdimisht është produktiv me veprat e tij, me sinqeritetin e tij dhe me veprat e tij të dobishme, sidomos domethënë në ibadetin e tij karshi Allah subhanahu wa taala. E pastaj në veprat e tij në njerëzve. Po pastaj aspekti tjetër i krahasimit është sepse çdo pjesë e hurmës është e shfrytëzueshme. Nuk ka pjesë të hurmës e cila nuk është e padobishme. Ajo edhe si trung, si dru, shfrytëzohet në shumë aspekte në industri, në ndërtimtari e në çdo aspekt. Domethënë nuk ka pjesë të hurmës e cila është e padobishme. Domethënë i tillë është ai besimtari i cili me gjithë trupin e tij, me gjithë qenin e tij është i dobishëm me vepra të mira. I cili fillimisht në ibadet ndaj Allahut i bën ibadet me gjitha format e trupore. Me formën, domethënë me fjalët e tij, me trupin e tij, me namazin e tij, me pasurinë e tij, me sadakën e tij, me agjërim. Domethënë me këtë qenin e tij ai është aktiv, sikurse është hurme, nga cila domethënë ka dobi nga çdo aspekt. Prandaj të Allahun që tregon vlerën e udhëzimit që Allah subhanahu wa taala jep besimtarit. Dhe për këtë arsye besimtari vazhdimisht duhet të jetë falëndërues ndaj Allahut, por arsye se ata ka veçuar që ka dhënë udhëzimin dhe rrugën e drejtë. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kur e shohim këtë krahasim që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo na kujton edhe një aspekt tjetër, që pama hurmës tregon se duhet pasur kujdes për ta, se duhet kujdes për ta ujitur, duhet kujdes, domethënë që vazhdimisht me mirëmbajt atë në mënyrë që ajo të jetë sa më fuqishme, në mënyrë që ajo të ketë frutat sa më të dobishme. I tillë është edhe besimtari, i cili vazhdimisht kujdeset për veten e tij, kujdeset për besimin e tij, në mënyrë që ai kur kujdeset për besimin e tij,
që besimi i tij të jetë sa më i fuqishëm, atëherë edhe veprat e tij do të jenë sa më të mira. Siç e kemi parë në herët e kaluara, se besimi dhe zemra kanë lidhshmëri të madhe me veprat. Për këtë arsye besimtari duhet më kujdes që ta ruaj besimin e tij, që ta ruaj udhëzimin e tij, që të mos shkojë rrugëve të cilat rrugë dhe të cilat vepra e cenojnë rrugën e tij të drejtë, të cilat vepra e paksojnë besimin e tij edhe njollosin besimin e tij, të cilat vepra vijnë ndesh me besimin Allahu subhanahu wa taala. Vetëm në këtë mënyrë besimtari arrin ta kultivojë besimin e tij të saktë. Vetëm në këtë mënyrë besimtari arrin ta kultivojë udhëzimin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Domethënë udhëzimin që Allahu na jep duhet me kujdes për të. Duhet me rujt atë, duhet me kultivu atë dhe duhet me pas kujdes, domethënë besimtari vazhdimisht me qenë vigjilent në veprat e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.